Pavioni i etnografisë në Muzeun Historik të Shkodrës është një prej seksioneve më të pasura dhe të vizituara të këtij institucioni të trashëgimisë kulturore dhe historike. Kostume popullore të zonës së Shkodrës, mes të cilave xhubleta e lasht, enë dhe vegla tradicionale, punime të argjendarisë dhe tekstile të punuara me dorë, janë disa nga objektet që ruhen me kujdes në këtë pavion. Janë kostumet e veshjeve qytetare të Shkodrës, sipas komuniteteve dhe sigurisht kostumet kombëtare të malësive tona, po themon që të spikasin për larminë e tyre, për fantazinë e jashtëzakonshme estetike, por që nga ana tjetër një interpretim si të thoshe profesionist, janë edhe dokumente të jashtëzakonshme që shpjegojnë lashtësinë tonë, evolucionin tonë në kohë. Nga fillimi i vitit e deri tani, arrjeti i muzeve të Shkodrës ka një rritje të vizitorëve prej 12% më shumë se njëjta periudhë një vit më parë. Ky vit ka filluar gjithashtu i mbar. Jemi në fillim të sezonit turistik dhe mund t'ju them se deri me tani sistemi i muzeumeve të Bashkisë Shkodrës është vizituar me rreth 7.000 vizitorë, i cili është një numër diku te 12% që më i madh. Numri i vizitorëve aziatik, po i kështu, këtë vit është çik më interesant se sa viti i kaluar. Dita ndërkombëtare e muzeve është një thirrje për të reflektuar mbi rolin e këtyre institucioneve si ura lidhëse mes së shkuarës dhe të ardhmes. Muzeu i Shkodrës përmes pavionit të etnografisë mbetet dëshmi e gjallë e pasurisë shpirtërore dhe kulturore që ky qytet i ka dhënë Shqipërisë.